Asamblea Parlamentare e NATO-s po zhvillon këto ditë në Washington forumin e përvitshëm transatlantik. Në delegacionin nga Shqipëria merr pjesë edhe deputeti socialist zoti Pandeli Majko, cilin kemi kënaqësinë ta kemi të ftuar në studio. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Zoti Majko, spari me temën që u ka sjell dhe këtu sfidat kryesore të NATO-s, çfarë perspektive ofron Shqipëria në përgjigjen ndaj këtyre sfidave? Konkretisht do thoja edhe temat kryesore të forumit që janë kërcënimi rus ndaj sigurisë në Evropë, si edhe kërcënimi i ISIS. Janë dy temat më specifike të cilat po diskutohen aktualisht, jo vetëm NATO, por gjithë opinioni ndërkombëtar flas për vendet perëndimore, ka një shqetësim në rritje dhe është ende herët për të folur për një strategji reflektuese në këtë drejtim. Ka më tepër reaksion se sa strategji. Por kjo e shtyn të gjithë opinionin, sidomos brenda strukturave parlamentare të NATO-s, ka një diskutim shumë intensiv, i cili u reflektua dhe në punimet në vazhdim. Dhe mendoj që është një histori të cilën ne duhet ta ndjekim, sepse duke qenë në udhkryqin e lëvizshmërisë midis lindjes dhe perëndimit, pavarësisht se jemi vend antar i NATO-s, por më tepër se jemi të tillë, ne duhet që të jemi të lidhur dhe me një vëmendje të madhe për të ndjekur të gjitha këto zhvillime. Nuk janë të lehta as për t'u shpjeguar, sepse gjërat ndryshojnë edhe brenda disa orësh. Të mos harrojmë se trupet ruse zhvilluan stërvitje në Serbi, ka anije ruse që patrullojnë dhe janë prezente deri edhe në Maltezi, apo historitë natyrave të tjera, të cilat e bëjnë situatën e sigurisë fragile. Sigurisht tu nuk është fjala për të ngritur ndonjë alarm të jashtëzakonshëm, por duhet të jemi të kujdesshëm, pasi pjesë e strukturës sigurisë kolektive, ne kemi detyrimet tona. Do të thotë që tani më është pak e vështirë për të dalluar se ç'është politikë e brendshme, ç'është politikë e jashtme. Sovraniteti i vendeve të Evropës perëndimore ngadalë po njëjtësohet dhe një problem që ekziston në Lituani nuk është më problemi i Lituanisë, një problem që ndodh në Poloni nuk është më problemi i Lituanisë, ashtu si një problem që ndodh në Shqipëri nuk është më problemi i Shqipërisë, por i gjithë komunitetit të vendeve. Sepse jeni edhe pjesë antare e organizatës, pra është detyrimi i përgjithshëm. Absolutisht. Kalojmë tek një temë e ditës, konkretisht e 8 dhjetorit, sapo ndoqëm edhe reportazhin nga Tirana, festimet me rastin e 24 vjetorit. Gjitha këto zhvillohen në një atmosferë kur ka pas lëvizje shqetësuese për disa pjesë të shoqërisë në Shqipëri, reabilitimi i figurës së diktatorit, thirrjet për një rishikim të historisë, por ndërkohë është paraqitur edhe një propozim në parlament për hapjen e dosjeve. Ku qëndron e majta në Shqipëri lidhur konkretisht me temën e lustracionit? Nuk besoj se tema e dosjeve është një temë e cila mund të diskutohet me njerëz cilët e kanë ngritur dhe njerëz cilët po i shkojnë pas për ta ndjekur si diskutim. Tema dosjeve është tema që historikisht në këto 20 e ca vite ka dështuar me sukses. Dhe kjo ka ndodhur në të gjitha llojet e balancave, sepse të dyja palët kanë orientuar një jetë dyfisht, nëse mund të flasim kështu, në marrëdhënie me këtë çështje. Sigurisht këtu nuk është problemi që ne të shpallim fajtor edhe pas gati 24 vitesh, se fajtorët e ndërtimit të regjimit komunist ishin spionat. Ata ishin pjesë e strukturës, por mendoj se ashtu siç opinioni publik e di se kush ka qenë komunist dhe kush ka qenë diçka tjetër në regjimin komunist, duhet të bëhet i vetëdijshëm, të jetë transparente për gjithë opinionin publik se kush ka qenë edhe pjesë e kësaj strukture të inteligjencës së sigurimit të shtetit, sepse kanë qenë pjesë e infrastrukturës së ndërtimit atij që quhej regjimi komunist. Dhe bazuar mbi këtë transparencë, kjo është një temë jashtëzakonisht e diskutuar. Mendoj që të mos kemi gropa të llojet e diskutimeve të cilat ta bllokojnë çështjen dhe për më tepër ta trajtojnë politikisht, sikur një palë do dhe pala tjetër nuk e do dhe aq e kështu me radhë. Mendoj se lustracioni në Shqipëri tani më duhet parë si moment kulturor se sa si një mekanizëm ligjor i cili do bëj çuditëra dhe do të na nxjerrë në një ndriçim të ri të situatës për të ardhmen. Unë si besoj këto lloj vjershash, mendoj se ne do të jemi shumë të qartë, serioz, të qetë dhe me një balancë shumë të mirë psikologjike përpara opinionit publik, me qëllim që ai të mos i shikojë këto lloj çështje si një lodër politike të radhës, por si një mekanizëm i cili do të ndërtojë një marrëdhënie morale shpesh të munguar midis klasës politike edhe publikut, pasi ka qenë shumë degustuese fakti që edhe politikanët ndërmjet njëri tjetrit akuzonin njëri tjetrin për spion nga të dyja krahat e politikës. Mendoj që ky kapitull duhet të mbyllet avash avash, sidomos përballë një brezi të ri që
ka lindur pas viteve 90 dhe gjithë kjo histori ju duket kaq butaforike dhe kaq jo serioze. Pra ju e shihni si një katarës sociale të shoqërisë shqiptare për të ballafaqu, po edhe për ta mbyll një herë mirë këtë. Mendoj se ne kemi një vakum i cili nuk është gabim thuhet që vakumi ekziston në raport me memorien. Dhe mungesa e një memorie nuk është thjesht tek individët që kujtojnë apo nuk kujtojnë, që shkruajnë ndonjë libër apo jo, duhet të jetë një memorie vizive, e cila të mos fillojë dhe të pastaj të analizohet në mënyra ndryshme, sikur po ngrihet për shembull figura e dikujt dhe po ulet figura e dikujt tjetër. Unë mendoj se në të ardhmen e Shqipërisë do të ketë njerëz që do të kenë nostalgji për Enver Hoxhën, do të ketë njerëz që do të ngrenë dhe fotografitë e tyre. Problemi është cili është raporti i shoqërisë dhe të mos e trajtojmë këtë si një traumë të jashtëzakonshme, sepse do të ishte qesharake që ne të shikonim në mënyrë kaq serioze, sikur po ka në një kthim të jashtëzakonshëm mbrapa, fakti se 20 pleq po mbajnë fotografitë e Enver Hoxhës në dorë. Por sigurisht kjo na bën të vetëdijshëm se ndërkohë që ne diskutojmë mënyra të ndryshme në raport me të kaluarën, ne sot nuk kemi një muze, po them një burg apo një kamp përqendrimi, i cili të bëjë qartë publikut që se ka përjetuar regjimin komunist, se si ka qenë ky regjim komunist. Nuk ka qenë thjesht filmat bardhëzi që shikojmë deri viteve 90, ka pasur dhe probleme, ka pasur drama, ka pasur tragjedi, ka pasur njerëz të vrarë, të burgosur, dhe që kanë i rushuar jeta në vitet e komunizmit. Dhe kjo duhet parë kështu siç është, pa krijuar vjersha apo poezi të natyrave të ndryshme, se jo ka pasur gabime, jo ka pasur kështu. Mendoj që njerëzit duhet të gjykojnë vetë, por duke krijuar raporte të qarta me të vërtetën. Dhe nëse mund të flasim, ne këtë problem e kemi, sepse kemi një raport të deformuar me këtë të vërtetë, që fillon që nga spionët, për të mbaruar pastaj tek mungesa totale e një strukture memoriale lidhur me atë çfarë ka ndodhur, sepse përgjithsisht sa janë diskutuar këto histori, po përsëris atë që thash me dosjet, gjithmonë ka qenë brenda një skeme të një lodre politike që në fund fare ka përfunduar si një fluks këtë punë. Këtu nuk është thjesht pyetja se si e shef individi këtë të kaluar, sepse individi gjithmonë do ketë ngjyrosje subjektive, sepse secili nga ne vjen me një të kaluar të caktuar, edhe e kuptoj atë argumentin që ngritët ju se disa njerëz do vazhdojnë të jenë nostalgjik. Bëhet fjalë për institucione, në këtë rast Ministria e Mbrojtjes, ju keni drejtuar vetë këtë institucion. Kohët e fundit dekoroi një figurë si Vito Capo që i përket nomenklaturës komuniste. Si e shihni, është e moralshme diçka e tillë dhe në fundit çfarë sinjali dërgon kjo për institucionet aktuale qeverisë të Shqipërisë? Ka pasur një histori të re të vjetër, lidhur me dekorimin e gjykatësve që kanë dhënë dënimin, lidhur me emërimin e gjykatësve që kanë dënuar në periudhën e komunistëve apo të prokurorëve. Është një diskutim i cili vazhdon në drejtim. Unë nuk mendoj se ne duhet ta shikojmë, mund të shikojmë lapsuse të natyrave të ndryshme, dhe mbi bazën e lapsusve të ndërtojmë fenomenin dhe të krijojmë idenë se këtu diçka po ndodh, diçka po kthehet mbrapa. Jemi në vitin 2014. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Nëse mund të diskutosh qoftë edhe si humor ekstrem, faktin se si Shqipëria mund të kthehet dhe të ndërtojë një shoqëri solide, perëndimore, duke rikthyer disa figura apo një memorie e cila nuk funksionon. Cila është merita e këtyre individëve? Pse kthehen edhe çfarë shërben shoqërisë shqiptare? Çfarë ideali përfaqësojnë këto njerëz? Sepse akoma mendoj qoftë historiografia, qoftë fjalori i politikanëve janë pjesë e mënyrës se si është trajtuar historia në të kaluarën. Ne ende jemi në kurthin se regjimi komunist dhe lufta nacionale shqiptare janë një njëjta gjë. Dhe këtë histori vazhdon edhe sot opozita, duke mos ardhur edhe respektuar ligjin e datës së çlirimit. A thua se data 29 është pika kur u vendos regjimi komunist. Nëse do të më pyesnit mua edhe në një logjik jo profesionale të historisë, mund t'ju them se në datën 29 në Tiranë partizanët apo komandantët e forcave nacionale shqiptare festonin në Hotel Dajti me misionin anglez dhe amerikan me të cilët ata hynë në Tiranë. Kurse data që mund të konsiderohet data e vendosjes së regjimit komunist është kur normalisht një regjim i votuar në zgjedhjet e 45-s vrau opozitën. Pavarësisht se si u zhvilluan ato zgjedhje dhe që ishin shumë herë më të lira se sa ato që erdhën më pas, ato me gogla me kuti, krijuan një opozitë në Shqipëri dhe kjo opozitë u vra. Nuk mendoj se i takonte
fraksionit të djathtës politike ta shikonte këtë me një mënyrë tjetër të këndvështrimit dhe të mos bënte lodra politike duke goditur vlera dhe duke rënë pjesë e asaj historie të vjetër të komunizmit në Shqipëri që kërkonte të unifikonte një luftë kombëtare të shqiptarëve kundër okupatorit nazifashist me regjimin komunist. Po të jemi më të qetë, mendoj, dhe më të qartë lidhur me raportet me të vërtetën, ne mund t'i dallojmë fare qartazi a faktet që kanë ndodhur në Shqipëri. Nuk besoj që djemë dhe vajza 14 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç dhanë jetën për kundër gjermanëve dhe italianëve, sepse donin që të ndërtoj burgu Burrelit apo kampet e përqendrimit. Do të ishte kaq qesharake, kaq e paimagjinueshme, prandaj mendoj se duhet jemi njerëz, pastaj politikan dhe në fund fare ju takon historianëve profesionist. Na thonë politikanëve hiquni pak më janë, kjo është një çështje historianëve, jo. E ndalim këtë temë këtu sepse siç e thatë edhe ju kërkon histori të gjatë të trajtohet. Të kalojmë tek tema e guvernatorit të ardhshëm të Bankës së Shqipërisë. Kohët e fundit presidenti njoftoi propozimin e tij, kandidaturën e tij. Ndërkohë që ai ka të drejtën të propozojë kandidaturën, ligji për bankën e specifikon që kjo kandidaturë duhet dali nga Këshilli Mbikëqyrës, domethënë duhet dali nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës. A ka një përplasje të autoriteteve këtu, edhe si do reagoni? Ju jeni vetë edhe në komisionin e ligjeve. Pikërisht është një ngjarje që ka ndodhur 24 orët e fundit dhe unë kam qenë në avion kur ka ndodhur kjo histori. Por më sa duket dikush tjetër në presidencën e Republikës ka qenë në avion. E them në sensin ironik në trajtimin e këtij problemi. Por nuk është hera e parë që për presidentin e Republikës unë nuk vjet re një komunikim normal me drejtuesit e mazhorancës dhe në fund fare i takon presidentit i cilësuar si simbol i unitetit kombëtar të tolerojë edhe në tej kalim nëse ka patur të luftës politike karshiti nga ana e mazhorancës. Tek e fundit është një ish ministër, ish figurë politike e Partisë Demokratike dhe gjëra të tilla janë mëse të natyrshme, por të tejkalueshme. Dhe duhet një marrëdhënie e re, se po flasim për Bankën e Shqipërisë, për një bankë e cila nuk ka një titull atje e majt apo e djathtë, por ka të bëjë me është një nga kolonat e stabilitetit financiar të Shqipërisë. Ne në gjykimin tim, po edhe në gjykimin e shumë mjaft kolegëve me të cilët kam biseduar, është një ide e mirë që Shqipëria të hapi dyert për pozicionet e larta të saj, të institucioneve të saj, një brezi emigrantësh, të cilët kanë studiuar jashtë shtetit, kanë jetuar jashtë shtetit, kanë ndërtuar kanë ndërtuar jetën profesionale në institucione të ndryshme ndërkombëtare. Dhe tek e fundit ne duhet kuptojmë se Shqipëria nuk jeton vetëm me shqiptarët e Shqipërisë, po jeton me 1/3 e kombit saj, të cilët pas viteve 90 dolën jashtë kufive të Shqipërisë për arsye nga më të ndryshmet. Kështu që mendoj se duhet një reflektim në vazhdim. Unë nuk jam duke thënë zhën, pra fjalën e fundit në këtë që sapo them, por mendoja që presidenti do të ishte më mirë kuptues në gjithë procesin të hapur për Bankën e Shqipërisë. Në funksion gjithmonë të një institucioni kaq të rëndësishëm dhe që duhet të jetë pas një lloj lëkundje në të ardhmen. Faleminderit zoti Majko, faleminderit për praninë tuaj në studio. Faleminderit juve.